Ndërkohë kërcënimet ndaj Omanit, një kanal në fakt strategjik që është përdorur për komunikimin mes Iranit dhe negociatave dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky presion që po i ushtrohet vetë shteti, a mendoni që mund të jetë ndoshta guri i fundit i komunikimit apo nuk rrezikohet diplomacia? Natyrisht, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe administrata e presidentit Trump presin që Iranit mos ketë në krah asnjë aleat dhe gjithë strategjia e tyre ka qenë ta izolojnë Iranin nga të gjithë aleatët, qoftë përkohshëm, qoftë dhe aleatët e tij tradicional, dhe kjo lidhet edhe me disa vizita edhe me disa deklarata të presidentit Trump, përfshirë edhe një lloj ringroje të marrëdhënieve të tij me liderin Korano Verior, i cili zgjoi zemrimin e Koreas së Jugut. Dhe qëllimi i saj pikërisht Irani, kur dihet se Korea e Veriut nëpërmjet mbështetjes së Kinës i ka ofruar Iranit teknologji raketore edhe bërthamore në mënyrë të vazhdueshme. Por ajo çfarë vlen të theksohet është fakti që në tërësi të gjitha vendet që janë arrestuar në këtë proces presin një rezultat. Dhe një krizë e cila zgjat në pafundësi dhe për më tepër që zhvillohet në një rajon ku kalojnë një pjesë e madhe burimeve energjetike, pra rreth 20% e volumit energjetik botror dhe 80% e tyre që shkojnë në tregun aziatik, natyrisht që krijon një nervozizëm politik, ekonomik, dhe pastaj përkthehet edhe në një lloj padurimi strategjik. Kështu që le të themi që dhe SBA-ja ju detyrohet, pra. Natyrisht Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe administrata e presidentit Trump, siç e shpjegova pak më parë, po teston dhe po provon të gjitha mjetet që ka mbi tavolinë tashmë, sepse mundësia për të ndërhyrë ose për të rigoditur nëpërmjet forcës, për shkak të atij kundër reagimi që ka ose kundër goditjeve që bën Irani, është lënë me një anë. Është po përdoret kjo formë e sanksioneve të ashpra ekonomike, dhe po të gjykojmë nga termi që ka përdorur ministri i jashtëm iranian, dhe vetë Irani i ka përjetuar si të tilla, dhe natyrisht do të shikohet ndikimi që ato do të kenë në ndryshimin e qëndrimit të Iranit përkundrejt çështjeve që janë mbi tavolinë. Ndërkohë përmendet pak më parë takimin që është paralajmëruar në fakt ndërmjet president